Nuk e dia keni parë sot këtë lajmin që ka qarkulluar në media, ndërprerja më e madhe e energjisë në dekadat e fundit godet Spanjën, Portugalinë dhe Francën. Pra i bie komplet pjesën perëndimore të Europës. Tani, unë nuk e kam të konfirmuar këtë, lexova si lajm dhe më bëri shumë përshtypje, me thënë drejtën, në 2025-ën ky lloj blackouti në një kohë që s'është as dimër i ftohtë, s'është as verë e nxehtë. Dhe ndoshta shqiptarët që ndodhen të paktën në Spanjë, Portugali dhe Francë mund të na konfirmojnë këtë ka ndodhur, apo do të ndodh, apo nuk ka ndodhur asgjë. Apo janë thjesht teori konspiracioni. Dhe me thënë drejtën, më bën pak çudi, e thash edhe një herë në 2025-ën, në një kohë që s'ka pse të ndërpritet energjia elektrike, më bën të mendoj që do jetë ndonjë gjë e qëllimt, le të themi, sepse po ta shikoni ka prekur të paktën 2 shtete jashtëzakonisht forta që janë Spanja dhe Franca. Edhe Portugalia është i fortë, por gjithsesi këto dyja janë më të forta. Ç'është ky blackout? Si mund ta përjetojnë gjysma e Europës të lloj blackouti? Kush po e bën? Nga vjen? Se imagjino të na ndodhin në Shqipëri o vlla. Ne edhe nuk e zgjidhim dot. Se kemi probleme. Ne në fakt nuk e zgjidhim dot, por ne na duket si normale. O na ikën dritat. Na ikën dritat. Se ne s'kena problem. Pastaj gëzohemi kur vinë. Erdhëm. Nëse nëse ka shqiptar në Spanjë, jo, ka që ka, po nëse më dëgjojnë, më ndjekin, Spanjë, Portugali, Francë, të më thonë ndodhi dhe si ndodhi dhe ç'është kjo? Ç'është kjo teori konspirative?